do e paguj një biznismen ato, pëse a është familjar, do t'jep qilë, se t'i ka 10 banesa, 12 pa mund, edhe a i ka marë si biznismen, se biznismeni e ka një. Edhe do me thonë jep qilë, se del do njëherë natën, 3 natën, me na i vilë, na i knej, a ja pagun ushqimin, a ja pagun banesën, edhe e tret vajzën nga prind. Si njerëz e kemi 3 herë, aja ka shemëll mbi 11 herë, ma dje aja qëtë 10-12, ullet me këtë tjetërin, me ato me këto mbi 1 herë kalon natën, edhe aja mund të blejnë një makinë. Shëndetje, jemi për emisionit 05, dhe shumë të hapo një pytja. Qish po që jetë në ditë sotit femnat, po jetojnë jetën shumë të mirë dhe shumë loks. A kina i mendim te? Unë mendoj kështu që nuk e kanë edhe jetën aq luks, sepse tani është jetë dinamike, çmimet hypin për çdo ditë, pagat hypin asnjë cent. Edhe kështu që muj të them vlerisht, sepse nuk jetojnë edhe me një jetë të mirë. Së kur lypet në Evropë ose në arenën ndërkombëtare, na shihemi me një sy të keq, pagat e ulta janë, s'mjaftojnë as 2 ditë 3. Po pishohëm çdo ditë u vozit kerët shtrajta, u bo jetë lukse. Dikan Zvicër, ose babajnë, ose vlajnë, edhe fontan dëshira që ka marrë një kërsh, nuk i ka mundësit edhe me vozit, pa aty këtu një shok, apo një shoqe, tezja, doja, ose edhe del me një partner, ja voton 20 euro, edhe kështu që aja i ba muzikat e rona, se si ka kushtet për vetur. Po mendojnë që dikush që ndihmon këtynve, se nuk po mund me bo. 500%, se ne jemi optimist, paga pa 1000 euro këtu s'do t'jetë në Kosovë. E jo 100 euro si 400-500, sepse që t'ja lopsin, në matematikë nuk mënësh me mbyllë mujnë për t'ja pagu taksat qeverisë të Kosovës. Qeveria ma tanive që ka dështu, që 3 mujë. Gjermania ishte para cila bëri qeverinë për 2 ditë, vazhdoj punën, bitë 84 milion banorë, ne ku mbetëm. Torp për neva, torp edhe bile kanë hupë durimin jesë për të votu, me një anë me jetë dinamike, me një anë varfënie madhe. Sa i përket në Balkan pagat më të dopta e Republika Kosovës. Po për që ata që janë pagat pak ma të olta, qka po mendojnë që femnat po punojnë, që po kanë kështu jetën e luksit, se zakonisht në rrjetet sociale pishohëm që po janë shumë luks, po vozitin kere shumë shtrajta, 90% e femnave. Se disa kanë mujtë me arrit mes muzikave, marrin parat majnë aty, rrinë me njerës, ata i lonë 500 euro, 1000, një pije ka një ujtë thjesht, 11 euro, se një pije të pakte, nëse një birë ne si njerëz e kemi 3 euro, aja ka shemëll mbi 11 euro, ma dje aja qëtë 10-12, ullet me këtë tjetërin, me ato me këto mbi 1000 euro kalon natën, edhe aja mund të blejnë një makinë, 7 euro, 8 euro, nuk do të të qmimi lartë. Do me thati po mendojnë që femra në ditë sotit po dalin shumë e meshkuj për me pas jetën luks. Normal që po pse ju, ne e dim ku punojnë, ku qëndrojnë, çfarë paga kanë, me ditë aty në mund të ishte edhe terën në për markete, ato cigare nuk i dalin, 2 pakë cigare në ditë, ose për të ngranu ushqim, 5 euro, thjesht, sa mas mërzuna për qytet, apo di, e joja me pi mallbore 3 euro 20 cent. Çfarë mesazhi kishe pasi për këto femra? Thonë që kanë kujdesje, ne të jetojnë me paratë e veta, me djersën e vetë, mos bien sy të keq ndaj popullit, sepse nuk na ka shumë hija ashtu me bëgjeste pa lidhje, sepse dalin ato pa marrëveshje të prindve. Pa pyet mamin fare, do më shkojnë për muzika, 24 orë, nuk e din prind se ku qëndrojnë ato. Kur kthehen në ora 4 të mëngjesit. Kjo është për të trëndit, nuk ndihem edhe as mirë, as i lungë zonë, se nesër dele jemi, ja dele ju, ja dele këtij personit. Haj se po baj kaq ashtu. S'pas ka problem, prens ku zojnë më na fol, sepse thirrmi telefonin e 92. Policia atëherë do të keni bën, pa bon, sa ty një shitet fjala, si grave, si vajza. Kjo do të ishte. Apo mendojnë që janë shumë tash ka shumë drejta një femën, edhe për shkak që saj ka fillu edhe me marrë shumë liri femna, për shkak se policia edhe do më thanë drejtat e femnës janë rritë shumë, a mendojnë që kjo është arsyeja pse këto po jetojnë jetë shumë luks? Që po thani edhe ju edhe po pajtohem me ju shumë takor, sepse sa i përket gjinisë femërore apo grave, me të vërtetë se i kanë kalu në urmat. Kanë drejta ma shumë se burrat ose meshkujt. Sot për sot po, edhe është numri ma i shtimit të natalitetit vajzave. Linë ideal, linë në vajza, shemën Prishtinë, ginekologi. Edhe kështu që ka numër të ma. Ose ato e bojnë një jetë ashtu kështu, shkele shko, unë dalë, shkoj, për mu nuk ka problem, unë jetoj si duone, për mu as prindi, as nëna, nuk mund të më rekomandoj mu, të me pëkomand, sepse unë e du jetën teme, botën teme, ku do që e marë paron, pa marë prasysh, aja po jetën mirë, ne i peshomi, mirë po jo me nderë, nuk kanë karakter, sa shijet, dhe njëherë vjetë turë kërë i shënë 3 natës.
Çka po mendon kur nuk po i pyetin prindë edhe po vazhdojnë vetë me jetën e vet? Nuk do t'jetë mirë sepse nëse prindi jep këshilla, ajo sigurisht do të merr një qelë dhe shkojnë me një banesë. Do e paguaj një biznesmen ato, pse ai është familjar, do të jep qilë, se ti ka 10 banesa, 12 pa mund, edhe ai ka marrë si biznesmen, se biznesmeni e ka një. Do më thonë jep qilë se del ndonjëherë natën, 3 natën, me ai vill, ai knej, ai e paguan ushqimin, ai e paguan banesën, edhe e tret vajzën nga prind, e ndan, ose grua, çu po duhet për ditë. Ndan. Kjo është një gjë e mirë prej atij personit. Nuk e mirë, po dikuj pja baj ke ftyra, unë nuk muj me pas dorim kër isha atë. Vilë shumë mërë munduna më janë këshila. Jetë me bashkëshën tuaj, me fëmijët tu. Se ka mu të këthy herët avon edhe ty ka më dalë vajza e gruja se ti ke pajtu me atë. Dhe do të ndosh së shpesh. Shë pas një rast tillë, me na i kanë qenë ja, që shkon reagimi atë? Që shte reagimi që honë stop njerë për gjithmonë, leni këtu avantura, sepse nuk u qujnë për para, ne jem shqiptarë, ku mbion nuk kam, shqiptarë janë shqiptarë, asë njëherë nuk e kanë humë moralin, ta shte tutje s'ka moral, as të gratë, as të vajzat, sepse u zhonë, si thatë edhe jo më herët, lirijet e prume, mbi 80, ne burat 40, as 50, jem që përdojnë këta 50, gënjeshtëra, e demokracia shkatron një populatë, një popull, sepse Amerika shteti parë botë nuk ka demokraci, bindem, e jam shumë i sigur. E ku pe kemë na demokraci? Një shtet i ri fillestar. Një shtet që jeton ende posa i ka marrë këmbët e veta, ende nuk ka arritë edhe shkollën e lartë, ekonomisë, apo të punësimit, apo të paga, normal. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ciao, Tong.